new start. Looking for a new, looking for a new, looking for a new, looking for a Don't wanna be trapped, don't wanna be down, don't wanna be stuck in this town. Don't wanna be trapped. Një nga personat më të përfolur të vitit 2025 është këngëtari Feronet Shabani, njohur si Fero. Mirëmëngjes, mirë se erdhe Fero. Mirë se ju gjej. Faleminderit për ftesën. Kënaqësi që të kemi sot. Fero, një pyetje sigurisht që s'mundem pa ja bosës li që vjen për herë të parë në mëngjes. A je personi i mëngjesit? Me tregu drejt gjatë kohës kur kemi koncerte jo, se na veç mëngjes i kryjnë me aktivitetet, po zakonisht kështu po. Jëm i mëngjesit. Bilem edhe herët që unë shumë. Në sa? Para gjashve. Wow, para neve. Jo, bashkë me neve, në fakt. Se dhe na zgjohemi në atë komë më gati. Atëherë, që shka qenë viti 2025 për Feron? Të kemi parë shumë shpesh, po thuj se gjdo ditë në media, që po jetën personale, për sigurisht dhe atë profesionale, që i rikthy, ke pas sukses me shumë këngë të lansuara, dhe po vazhdon, ende t'jesh në qendër vëmendjes. Ka qenë një vit shumë i mirë. Ka qenë një vit, unë mëna me qujtë një vit sa më njoftu apet me masën, për arsye se kom pas një pauzë, edhe gjatë kohës pauzës, do me thënë, nuk jem konë shumë dijeni se çka ka ndodhur me tregin e muzikës, edhe tana mu ka dosh pak më ambientu, me këshyrë se çka dojnë publika, a e dojnë këtë Fero, apo atë Fero. Cilin po e dojnë ma shumë? Dhe a ka dallim nga ky Fero dhe ai Fero? Interesant është. Kur ti jesh djali keq, kur ti jesh djali keq, dojnë ti mu bu djali mirë. Kur bu është djali mirë, dojnë mu konë ti apet djali keq, është interesant. A pe gjena atë mesin? E kom gjetë një mes. Edhe a mund me thonë që ky Fero është ai që edhe ti kështë dosht me qenë? Unë personalisht po. Për arsye se tash kam stabilitet, njët edhe besoj që ky Fero është i duri për Feron, sidomos dhe për publikin pastaj. Kryinat e publiku nuk ka shumë ditë, unë e kom pa me një performansë në Prishtinë dhe ka interesant Fero se qysh ti kanë ditë këngë prej të parës deri në fundi krejt publiku dhe ka kënu krejt njëtë në kohë me ty. E mënej që jo shumë artista mujnë me mbet halal relevanta, dhe nësë do mas pasi që të pauzojnë. Që që adim për qatë pjesë për të garantoj që publiku bëj dënë dy verzionet. Për përmane pauzën e për mosh në racimet pytë se për imet që të vetë është folë shumë për qatë pjesë. Edhe kanë qarkullu lojme të ndryshme për ty. Qysh kanë diku ty që kësan, Fero, edhe aji pishman për najnjone për i gjanave që kanë dohë me qëto lojme krejt që të vetë. Po nuk jam pishman për arsye se kom mësu për kita sene që kanë dohë një temë, veç se më kam bo matë fort, veç se jem shumë ma mirë tash, po me të tregu drejt, pauza u konë shumë e nevojshme për mu, edhe për me u forcu kështu në vetën temë, edhe besoj që tash është shumë mirë. Besoj që secili personi nevojita, sidomos styrave publike. Patjetër, sidomos a e keni vrejt çdo artist i madh botëror ka pas pauza. Për me reflektu pak, edhe me u rikthy. A ke pas problem rikthimin, me vendos për më rikthy, pavarësisht që gjatë krejt kohës fansat kanë pas një farë lloj presioni, kemi pa të nkuën video editësa që e kanë lyp rikthimin tënd. Sakt, Po ti interesant o vetë, konë. a ke pas problem me vendos? E kom pas problem me vendos, nuk kom pas plan, as ide për më u kthy, as njerë, se kur e kom blon e kom pas, do me thonë me njetë mos po kthy më as njerë. Po tash rrugës ndryshojnë senet, adin. Edhe erdhë një moment ku u riktheva. E qka të ka shty mas shumë ti Fero me u rikthy? Ku konë që e men që ke thonë po du mu kthy? Po me të tregu drejt, ka shumë arsye për rikthimin tem. Bitë gjitha është se e shifsha që unë e meritoj venin që mund të akon. Edhe besoj që kjo është njëra ndër arsye. A e konsideron që 2025 ka konë viti jote, a 2026 ka me konë viti Feros? Tash me të tregu drejtën e 2025-ën, kom punu shumë projekte që alo as, muna me thonë 85% e aty në projekteve nuk i kemi lansu. Kanë me të alo, do me thonë studio. A bashkëpunime, a të dyja ta? Kam edhe bashkëpunime shumë, kam edhe sallë shumë.
edhe nuk kom mujt me tregu, do me thonë, këtë materialin tem, këtë potencialin tem që e kam. E kom tregu me një mas shumë të vogël, po me qatë mas të vogël që e kom tregu, do me thonë, ka pas shumë sukses. Po unë e besoj që, pa dyshim unë e mene që kjo kon viti jem, po unë e besoj që vitet e arshme kanë më konë vitet e mija ma shumë se që kjo vit. Dhe është vetëm fillimi, apo Po, jo? është vetëm fillimi. Unë e tregova më herët, kjo konë diqysh si njoftim unë me masën, edhe me kolegët. Të mendu me bo një koncert veçmas, vetëm të që është këtë trendi që po thuj se çdo artist yjet po bojnë një koncert vetë ku janë veç ata edhe publika edhe po i këndojnë gjitha kongë që i preferojnë ata. Sakt. E kom mendu këtë pjesë, po me tregu drejt njerë nuk kisha tentu momentalisht me marrë një iniciativë tillë për arsye se si që kam marrët edhe punën e materialit që e kam, jem të dasht me lansu projektet, pasi që ti lansoj projektet, do me thonë, me mojt një koncert gjigant. Është në planet tuja sigurisht për jo këtu, a fasë shkuta? Po, është në planet mija për të ardhmen, jo për... Unë në altë shto bashkëpunime që i përmend edhe kongë solo. Ta është pëtpes me kënd, ta ma puna, po të regona ajon këngëtare qika. Pero nuk përgjithë. Ajon këngëtare qika, ajon këngëtare djem, ajon rap artist të tjerë të Kosovës, janë Shqipnis, sot dhe që mund është me nëndoj informata. Me tregu drejtë, ma shumë ka ra me punu me gjinin femrore, po kom punu edhe me artista kështu, kam plot projekte, edhe me tregu drejtë adin, me tregu drejt tash e pres momentin e dur adin kur mi lansu. E që kam plit kolegë këtu rikthimin tënë të ferën e stratë? është shumë mirë. Mu më kanë respektu, kanë thonë fjallë të mira, sërë që më taku me ta, për kundrazim ma herët, do me thonë një më kona si djali që këmë dosh me kalëzu vetën që s'kam nevoj për kërkan, s'kam nevoj për bashkëpunime, jem vetë, adin ajo ego e gjdo të riut që është me tregu vetën vetë. Për kontrastit tash ka kalu mo ajo ko, jam shumë i hapër për bashkëpunime, amo apet sa apet diqysh sa ma shumë për shët talentin e tjerëve, për falenderoj vetën ma shumë. E kam prit mirë dhe rap artistat e tjerë, sepse dim që kur je këthy ti, është këthy goxha një farë konkurence, dhe dihet që nuk ju lënë shumë vend pastaj të tjerëve që me përfunu. A keni vrejt vitin 2025, për rikëthimi tem. Para rikëthimit tem edhe për rikëthimit tem. Çfarë dallimi i madh është? Se për rikëthimit tem e të knena se të cili u mënu me qitë muzika sa ma shumë. Po, a kanë qenë me një comfort zone ma herët? Kanë qenë me një comfort zone për arsye se... S'kam pas ndoshta një frikë për konkurencë, për një artistri? S'kam pas edhe. Tash, jo që e kanë, se unë s'jam në kategori me ta, e din ata po, besoj që tash mundohen me punu ma shumë që me mejtë relevant me se shka u të ndohë. Po, aso janë relevant? Qysh po e she tregun e muzikë? Unë mendoj se me muzikë i jam rritë edhe kom dëgju muzikë edhe pikos kër jam konë shumë i ri me vjetë, kom dëgju muzikë të asoj kohës në atë kohë anglisht. Kështu që unë mendoj që pa dosht mi ofendu, se pa dosht mi me full keq, absolutisht jo, se kam shumë respekt për gjithë kolegët, po unë mendoj që janë shumë për masë. Unë mendoj që alo, do me thonë, këta raperat bojnë muzikë 2013-ës, 2012-ës, do për ty në 2006-ës. Qka ka ndodhë me ta? Sepse shpesh edhe ne këtu në studio kemi provu me diskutu me full me kolegët, që shpesh shumë disa këngëtarë që ndoshta janë mbi 35 vjetë, edhe i këndojnë gjanave të adoleshentëve. 14 vjeqarve. Sa e kanë atë ndjeshmërina të afërsin me generatat e reja një 40 vjeqarë, për shambull? Puna është unë që është mendoj adin, po atash se cili e ka adin mendimin e vetë se shka do të me bo, po unë mendoj që shumë mica që janë treg, do të me lo muzikën. Për arsye se kur tim, unë personalisht nuk esha vetën me 36-7 vjetë të kënu se vjen një generate e re, është generata e tyne, abdin nuk është... Apo provon me kriju diçka për generatën tënde të 30-40 vjeqarve, të u bazu në ato kërkesat, probleme se zakonisht muzika që kultivon të vjen prej përditshmërisë jetës tonë. Ja, po marët që aty kur kem, bile me blerinën kem, do me thonë ken
20-30 mijë din. Ke 6 vjetë, 7 vjetë, 8 vjetë, 9 vjetë, 10 vjetë, do me thonë, se cili që erdhë me bu foto, do me thonë, une besoj që edhe një 10-15 vjetë jam shumë aktual edhe qysh me thonë, në me rininë. Që është shumë e rëndësishme. Që kjo është shumë e rëndësishme edhe, po nuk po di çka me thonë. Mi po edhe kur je figurë ose rap artist i dashtëm për publikun, pavarësisht sa kohë kalon e presin këngët, edhe pse pak që tash është hupa i trendi që me prit ma herët është prit në YouTube kur vëdel një bashkëpunim ose një këngë, Tash prit në TikTok. Po, në TikTok. Ashtë vështirë me kriju për këtë kohë që jemi me TikTok, ndoshta me vëmendje më të madhe, me sekonda më pak. Ashtë vështirë me kap ato që do njerëz. Shumë më e vështirë. Shumë më e vështirë është tash. Amo edhe nuk është e vështirë për artistat e ri që do me thonë dojnë me dhezë, do me thonë TikTok-i jam ka dhonë këta mundësit, po e ka një të keqe TikTok-i që nuk mund më konë, do me thonë aktiv gjithmonë. A në YouTube ke mujt atër më konë aktiv non-stop, a në TikTok do me thonë bosh viral për një herë dhe shumicën pi njerëzë që ju bo viral një mujë dhe mos si një as ma olla vetë. Sakt. Fero, e përmend edhe më herët vetë që ke ndryshu dhe kur e ka njëri si rap artist që ki pas jetër qasje, tash ki pak ma ndryshës, normal njëri edhe pjekët edhe në strat për dhe njetë. Po më interesoj me ditë çka ka ndryshu mas shumëtit e Fero gjatë krejt qësaj pauzët anës, edhe çka të ka bo me ndryshu. Se me përmend e disa arë kom ndryshu, kur më konë ma i ri, më konë ma, ku dion, kom pas ego tjetër, tash kom dion, buni shumë për shqipje, se jo shumë artist që kanë guxim me folë që ka shumë për ndryshimet e vetja. E kom cek shumë herë, kom cek edhe te intervista e kaluar, me Arbana Osmanin. E kom cek shumë herë, do me thonë, ndryshimet e mia. Besoj që me përsërit... Ka të bëj me besimin? Po, besimin, me tregu drejt besimi, më ka forcu shtu si person, edhe më ka bo ma, që shtojnë ma burë, po... s'po di shka me thonë, do. Mirë, nëse i kthemi pak festave, se sigurisht të është fest, ku do t'jesh? A do t'jesh me familje? A do t'jesh në ndonjë koncert? Ku është Fero? Çka bën zakonisht Fero për festa? Nuk kam në farë plani për fest, kështu. Besoj që do t'jem në shpe, do t'jem në flejt. Gjoma? Në të festu, po. Po pse Fero në gjomë? Se kom vendosë, do me thonë, vitin e ri me prit në gjomë. I lexova disa fakte që është mirë mos me prit në gjomë, sepse do shme prit vitin e ri që me të ardhë ato sukseset. Mos po i ndalë sukseset Fero. Apo si beson këto? Gjatë vitit 3 jo më i veçanë se ju e festoni jo në flejt. Po pse, ka të bëj me fe, ka të bëj me thjesht me zgjedhjen tënde personale? Zgjedhjen tem personale. Ka të bëj me zgjedhjen tem personale. Unë me tregu drejt edhe te puna e ditëlindjes, edhe te puna e vitit 3. Do me thonë është po shtohet një vit i ria, mo... Po plakëm. Po plakët, ma bëde. Që është me festu që po plakësh. Edhe që ta. Mirë, atë ka bo ndështa me ndryshu pak, tash je edhe bab, sigurisht. Pa tjetër. Me qenë bab, ma mërmendja është një përgjithësi dhe një ndryshim që e përjeton se s'le person. Po, pa tjetër. Po, është njëna për arsyeve të maja, është edhe, dhe me thonë, puna që jem prind, ndryshimi jem. Eshe 2026 ndoshta me ndonjë lidhje serioze, nuk e di çka ka treka jeta e Fero, sepse shpesh diskutohet në rrjet. Po presëm tash. A është Fero single apo jo, dhe një më shumë e sigurt që kjo është pyetja që krejt vajzat aktualisht e kanë mendje. Unë po pres me gjetë fatin e jetës. 2026 ta shpresojmë që ta sjellë edhe fatin e jetës Fero. Zona mirë më arë tha që ka shumë fat, ka me pas shumë fat 2026, tha në dashuri dhe në pare, mas shumë të përkesha. Po, varet edhe s'la që janë të horoskopit. Si pas horoskopit që ashtë tha, kështë që në zonë kismet, në shta. A mundet me theqës nuk po e pret në gjumë vitin e ri, a mundet me qenë pak edhe mungesa në shta e vajzës që nuk e pret ashtu shumë me gëzim festën? Ka mundësi. Po, saktë, e meqme është blerina. Janë disa tema ndihshme që sigurisht edhe ne nuk dojmë as me i diskutu. Është një vetë, ndoshta ndrimi më të moteve, sigurisht që nuk sjell veç gëzim, sjell pak edhe dhimbje edhe për personat që i kemi humbur dhe si kemi njëtë. Nuk ka më diçka dhëmshme këto, se kanë kalu, do me thonë, gjitha periullat e, do me thonë, cilat kanë kalu.
Unë tash flas me vajzën, Shumë mirë. edhe kom arrit domethënë me fol me vajzën edhe gjithçka është në rregull, gjithçka është mirë. Jemi shumë të lumtur. Shpresojmë që krejt ta arrin, sepse janë probleme të njerëzve tek e fundit këto dhe urojmë që secili t'i arrijë ato që i pret. Kur do t'jetë lansimi i këngës Trove, sepse tha që ka shumë projekte që po presin për t'u publikuar. Lansimi i këngës Trovës do t'jetë në janar. Nuk muj me dhënë e fardotet sakt, për arsye se kënga është gati, është bashkëpunim, po videoklipin kena me xhiru masi që t'i kryjmë koncertet e sezonës. Me në nësit kryën, do me thonë ka besoj ka i 5, 6, 7 janar jemi në gjirime, edhe tana deri sa të merë kohë, do me thonë montajë e këto punë teknike që janë, edhe besoj që ka mesi janarit, jo se ka fundi janarit, do të lansohet. Një pyetje të shkurt, ako me kanë disë e dim që audienca e dëm Feron e disave, deshte. Des ka me konë paka shumë si des dishka. Edhe pedojnë do me thonë njerëz atë Feron që edhe kur ta këshër shëllëll është shumë profitabile me shkëmby fjallë njëni me tjetrin. Unë e maherët kur e kom bo si i ri, do me thonë pak jom inspiru në Amerikë, se qysh shkëmbejnë fjallë njëni me tjetrin, edhe e kanë se cili për përfitimin e vetë. Nëse unë ta kom përmen emrin edhe jëm, do me thonë viral, momental, automatikisht ta kom thonë një shansë ty që edhe ti mu kom viral. Por kontra zi këtu e keq kuptojnë. A e keq kuptojnë në Kosovë? Shumë e keq kuptojnë, si do mas artisat. E pëse për thu? Po e keq kuptojnë se unë e seri mënu me bo, do me thonë, naj video funny me boj gare me, adi me bo troll kështu. Diqysh e kanë marrë ofër zemrës. Por kontra zi, unë jëmë konë të dashtë mi adhonë, do me thonë atë derën që hajde him lojt e bojmë show avden. Kjo është show, okej. Shpresojmë që kemi pas show në vitin 2026 nga artistët. Është pak të një vit i krijimit dhe i artit, kështu po cilësohet, edhe po shpresojmë që me pas shumë sukses Feron. Edhe ti pe dënë me pas show. Edhe unë që nuk është që ngaj fort muzikë, po prap kur ka diçka të tillë, normalisht që ngaj muzikë. Unë e pesha që po jo shumë disa. Unë e pesha që po nini pak të rezervum me pyetje ndaj me shkaku respektit, edhe falenderoj shumë. Po, moni të lirë si... Qa ka tre? Shka du. Moni të lirë do me thonë me bo qëfar do pyetje që juve kini qef me ditë, jo dhe publiki. Mu për me interesant për Big Brother, ajo të e për cilë këtë vetë, sepse këna po që, do me thonë, ki pas deklarata rrët Big Brother vitëve të kalume, tani ka shku me pyetje, po a jetë e pa këtë vetë, qka ki që ndrem për të? Po, e kom pa, ta më puna Big Brother del si t'isht në Instagram, aty në Instagram e në Facebook, TikTok, nuk më në shmik asajna Big Brothers. Harra pikëm, veç mësë me pas telefon. A kina e personazh preferuar se a ke mujtë ish me pa, a ke mujtë më njoftuesh me kushem rana? Me të kalzu drejtën e së shi i përcjeli kështu në televizor, asë nuk i përcjeli prajmat, po i përcjeli kështu adi rilsat, edhe ka në i rilsë që më shti me kesh, adin. Kush të shte ma shumë me kesh? Po a i Filharmonina. Legenda. E Filharmonina pa dushim që është... Ama me këtë ndryshimin e ri, a e kështë menu në arës si opsion me hy në Big Brother? Nuk e shë vetën në Big Brother. Ftesat nuk ndalën, po... Adi mos ta më jo se si dijet, po... Unë besoj që jo. Ama? Unë mene që publiku i shkojnë shumë interesant publiku me të pa shumë dimenzionet ndryshme Fero. Sakt. E kishin pa një Fero, do më thonë e vetë mija arsye që Fero, do me thonë, në erë kish bo me shku në Big Brother, është veç se me pa Feron njëtën e ti e reale se qëfar djali është. Se për mu, u ka qarkullu, do me thonë, shumë e lajmi i keq për mu, pam njoft njerës, do me thonë, veç para gjykim, a bëdën qysh. E qysh të bëjmë një që ato lajme ty? Po normal që të bëjmë më një keq. Unë me folë dishka keq për ty, a unë me marti me sportimet. A mendon që të tjerët kam përfitu të tjerët edhe nga kjo për me kriju lajmet këqija, po edhe nga fama e Feros. Sepse shumë persona e më bërë edhe viral edhe të famshëm në krah tëndin. Edhe tu e komentuar. është, po pa tjetër. Pa tjetër se, për shembull nëse unë nuk të një ty, pa mërë parasysh se qka flitës për ty, nuk më je jap një koment drejt teje se nuk e di se kush je.
E këtu të na është ndryshe. Këtu me të njoft nuk jem koment, a mos me të njoft e jem një koment se du të pa tjetër me do një koment kur s'nje edhe. Në fakt në edhe rinën, kër e kemi pas, ka thonë që në ferë nuk është veç qaj që dalin portalit të shkujnë për ta. Edhe shumica e personave që njohin në rreth, tregojnë që është i kujdesshëm ndaj, sidomos edhe ndaj gjinisë femrore, kështu bashkë ka cek. O edhe për këtë organizatën e feminizmit, unë po të kalzojnë një ma feminist, se ketë ato feministët aty, po... E pëse po e thushit sa, se me ketë lajmet edhe akuzat, adhe njës mund me thonë që s'është e vërtet që kjo. Ku është qatë i vetën që të raport me qikat, me gratë për gjithësi? Veti ketë vajzat që më kanë taku në erë, tregojnë për mu. Është e vërtet që mu një lidhje nuk më ka funksionu, po aty ka pas, do me thonë, edhe normal që kur ka dashni ka dhe urrejtje. Edhe gjithsesi si çdo i ri që ka lënë adin në për fazat ndryshme. Edhe tash unë muna me kuptu, unë e kuptoj shumë ma mirë se gjithë për arsye se jem vetë, do me thonë vetë jem në këtë gjarje që ka ndodhë, e kuptoj shumë mirë arsyen pse u dezinformu populata për ferën, po gjithsesi ferë e pret fatin e jetës. Qysh është ai fati, sa ka shëtë vetë, qysh është ai fati jetës, më falë. Qysh është e kështë e përshutin një qik ideale të 2026 për ty, se po mdokët që të vetë gjithë qysh pas ka me ndonë diçka. Nuk e di. Nuk e di që që kisha përshu se nuk mundet me ditë kërkush. Po pra. Për arsye se na adin edhe nuk e dim ka njerë edhe qka dojmë. Deri sa të atakojnë personin e duhur. Disa nga përmbush me ato që e shojmë, po. Sakt. Fero, jemi në fund, besoj ke një urem për krejt shikusit, Po, për patjetër. krejt fansat. Faleminderit gjithëve për krajen, faleminderit gjithëve për supportin. Shpresoj që nuk kom me u zhgënjy me ka duna me këshyrë, këtu ato. Te Hana. Hana, përshëndetje Hana. Moja ka mirë pak ma drejt. Besoj që nuk kom me u zhgënjy me projektet e rollës edhe rëni gati. Po të presim dhe urime edhe njëherë sukses edhe shumë faleminderit që ke qenë këtë mëngjes me ne. Rëni gati tendencioze. Urime edhe juve, Blerina dhe Agon viti i ri. Vetëm barë. Gjithë ata që Vetëm na barë. shkojnë shumë urime. Mirë, miqdashur, në vazhdim ju pret parashikimi i motit.